Kjerën e kom blet 350 funta, që i bjen bler 450 euro që tash, po funta kur e kom ble unë o kon ma e fort, që i bjen dikun 600 euro, me konvertu në pare të sotit 600 euro, po i ka pas do fill në original të Alpinës 13, që se fabrikisht të vinë me 13, po qefi në maraklit e kjerëve kem qef pak mi pimpirat, po jo jashta konturës të vitit që është. Tash, qëto janë 15, po prap janë Alpina, që BMW-a i ka përdorur edhe atër 13 dhe 15. Po fabrikisht kjo vjen me fellnet metalit 13. E tash, ato ja kom zhit ma shtrejt se sa që kom ble kjerën. Edhe e kom ble, unë atër jeto isha në Londër, e kom ble një qytez afër Londrës. E pa ta marrë, bilem dimni ta konë kër e pa ta marrë, edhe kjo e bjen dikon 99-2000. Çfarë gjendje u konë plof kjerri që atër? Motorin fatmirësisht e ka pas jashtëzakonisht mirë, karoserinë këta e kanë kjerë kanë shumë dobt, podin të komët edhe shoferi edhe ansurët, edhe mbajtësat e kësajna vilushkave të mrama këto. Që aty e ka një farë mbajtësi që ju kalbet mrapa rrotës. E kjo ka pas nanën e majtë e ka pas domtu me shumë. Kur e kom blenë nuk ka pas kjo kontrol teknike. E kom pa punë zezën natën në Londër, edhe për me ja kry kontrolën teknike mu ka dasht komplet podin që ka pas domtum pe korozionit të dasht me regullu. Atje e kërësarunat? Do më thonë, ajo konë veç me ambullu qëto të korozionin edhe këto që në konë kalbin që ka pas, sa me marë këto kontrolën teknike. Do më thonë, deri në 2006 e kom vëzit po thuja që kërë ditor atje sa kom qenë, 2006 më ndë jom këthyune me këta